vëzrit e Jusufit a.s. menduan t'ja pengonin të ardhmen Jusufit. Por Allahu i përdori ata për ndërtimin e të ardhmes së tij, pra Jusufit. Asgjë, tamam asgjë, nuk mund ta pengoj atë që Allahu ka caktuar për ty. Ti jesh i sigurt se nuk je në mëshirën e rrethonave e as të njerëzve. Vlla motër, qëndro optimist dhe vazhdo me jetën tënde duke besu se çdo problem, çdo fatkeqësi është pjesë e së mirës që Zoti ka caktuar.